njësi me këtë postimin e fundit të Donald Trump, ku përmendej vetë Kosova dhe pastaj ngjallin një së reagimesh kështu në opinionin publik. Si e keni parë ju? Në vërtet, unë shoh një afrim administratës Trump lidhje me qeverinë e Kosovës. Duke parë parasysh se edhe në administrata e kaluar qeveria e Kosovës nuk pati një amnëgjoni, se duket e huma lidhin. Po, ndëgjojmë zotri Përtoqe. Po. Okej. Duket një qasje mirë në raport me qeverinë e Kosovës, pasi vendimi që qeveria e Kosovës me se më mundoh pak se qeshak pranimi 50 emigrantave çdo muaj deri në fund vitit. Por ne jemi bashkëdi Amerikës edhe duhet me kthyer një farë mënyrë borxhin, pasi jemi vend i vogël edhe nuk kena atë fuqinë me marrë vendimet për të ardhmen tonë. Unë e shoh si moment afrimit të administratës amerikane, kuptohet edhe lobi shqiptar, mërgate shqiptar, qeveria e Kosovës duhet bëjë një punë më të mirë në raport me lidhjet edhe shtimin e marrëdhënieve pa flas bisedimeve me qeverinë e Kosovës me administratën e Trump. Po. Zotri Përtoqe, ndua t'ju pyes dhe lidhur me këtë çështjen që sepse kjo deklarata dhe ky postimi i Trump u interpretua edhe si, ashtu po them, për të, me qenë se jemi edhe në prag të zgjedhjeve presidenciale atje, dhe u interpretua si shkak i zgjedhjeve dhe për të fituar ashtu në sy të publikut ndoshta çështje që po zgjidh konfliktet. Kështu, a mund të jetë ky ndonjë nga opinionet, mendimet tuaja, apo nuk ka pasur fare të bëjë me këtë, për ka qenë thjesht një deklarim i Trump? Unë vërtet ti po mpyet nga Kosova, po unë isha nisur thjesht nga kjo që qeveria e Kosovës pranoi ato emigrantat. Nuk e di si ka qenë reagimi i Trump. Ta them sinqerisht se kam qenë shumë i zonë me këtë lajmet këtu, me luftën që fillojnë në bombardimet e Amerikës. Nuk jam as pak informuar me atë që Trump. Po. Cila ka qenë deklarata? Në postimin e tij, zotri Përtoqe, ai e përmend ndër të tjera, thotë që do të realizoj komunikimet para se të ndodhte kjo çështja e bombardimit të Iranit. Dhe do të merret me çështjen ashtu siç ka qenë me Kosovën dhe me Serbinë dhe me përmend pra vendet ndërto ka qenë edhe Kosova dhe Serbia. Këta kam në gjyq për këta, tash mos ka bënë një tjetër. Jo, për këtë postimin, po them se ai ngjalli kështu diskutime në Kosovë që besoj që i ke pa edhe te atje. Po, sigurisht. Problemi është se këtu janë disa probleme shumë dha. Edhe sikur më thonë me përmend një fjalë, Amerika është shumë mirë për ne, pasi janë disa zjarre të hapura në përballë që janë shumë kanë nevojë me pas vëmendjen e botës dhe të Amerikës se sa çështja e Kosovës. Po. Në vërtet, çështja jonë ka ngele pas zgjedhur përfundimisht akoma. Besoj që edhe kjo administratë pasi që çon situatat është problemi Rusi, Ukrainë, goditja që Izraeli po i bën Iranit, edhe Amerika është përzije, si me thonë aty. Tash është në bota edhe analistat po kanë frikë se po fillon një luftë më e madhe. Po. Vërtet, nuk ka qenë, nuk jam as pak në raport, duke marrë parasysh se kush është Amerika, si shtet, si njështë, si shqiptar, duhet me qenë në krahun e Amerikës. Por me marrë me drejtën e Zotit, Amerika në vërtet nuk ka asnjë lloj baze, besoj
që e ka godit Iranin pasi nuk janë të sigurt. Kështu kanë bërë dhe me Irakun, me Afganistanin, kretë këto më duket që janë të shtyrë nga Izraeli. Po, dhe nëse qëndrojmë pikërisht e kjo, zotëri Kortoqi, dua të flas lidhur me këtë çështjen e Izraelit dhe Iranit, po them ashtu, si po shihet në këndvështrimin shqiptar kjo situatë atje? Po shqiptarët janë të miksuar, janë të përzim me mendime. Me i pa ato që flasin nga Shqipëria, flasin për Izraelin, e për Izraelit që nuk jam e bindur që asë njëri për këtyre që dalë në për studio nuk kanë pas rast njohë një Izraelit për jetën e vetë. Fakti është se ta në kryu në Anglia, Amerika kryu shtetin e Izraelit, po se duket hegemonia e tyre dhe mana ajo për qenë dominues në atë region, kanë 28 vite që vetëm pushtojnë, marrin tokat e Palestinës, edhe një vend të ma që ka pas tokën e vetë, sot po tush është komplet i shkatruar. Tashi me pa atë situatën ndërkombëtare për krahjen e gjithë Evropës ose vendeve tjera që janë vende që mundet me vendos për paqen dhe demokracinë, asnjë nuk kundërshton Amerikën, pasi Amerika është aleat i Izraelit. Po. Ose më mirë me thonë që Amerikën e kontrollojnë Izraeli. Pasi ata kanë shumicën e njerëzve që kontrollojnë Kongresin, Amerikanë, Senatin, bankat, real estate, ata po thush kontrollojnë gjithë botën. E ke një George Soros, që është një person i veçantë, domethënë që kontrollon këtë majtën botërore sot për sot. Një person i vetëm. Po, dhe si beson që do t'jetë pastaj kjo procedura, sepse shpesh që zotëri Kortoqi këto gjëra dhe kanë eskaluar, po them ashtu këto, por po gjatë këtij vikendive se pati edhe një ndërhyrje, ashtu po them të SHBA-s ndaj Iranit që goditi centrale bërthamore, si ke po këtë vendim, këtë ngjarje që ndodhi? Sikur se thash, vërtet, një si shqiptar do të me qenë krahun e Amerikës. Po. Por është drejt. Është drejt që Amerika godet Iranin, nuk është as pak e drejt. Pas ata janë vend e tyre, këta Izraeli thotë që do më ndryshua sistemin, regjimin. Nuk është problemi as i shtetit me ndryshua regjimin as i vendit, pasi regjimin e një vendi ndryshon vetëm populli vet. Kështu që mu më duket sikur tash duhet me qenë në krahun e Amerikës, pasi Amerika na ka ndihmuar, por mu nuk më duket as pak normale që Amerika për hir të Izraelit me godit, pasi nuk janë të sigurt se kanë armë bërthamore, ose kanë disa javë që janë afër të prodhojnë armë bërthamore. Se nuk është thjesht problemi se hyni Amerika, por Irani, Rusia, Kina kanë bërë një pakt paqe. Në këtë mes, nëse Amerika futet aty, atëherë edhe Rusia dhe përzgjedhet ta ndihmojnë Iranin, po themi se Kina ndoshta nga që kanë mirëqenien edhe nuk do mu përzgjedh ndoshta në luftë kështu hapun, sigurisht se kanë për ta ndihmuar. Këto është thjesht dominancë e forcave që do më kontrollojë botën. Po, dhe nëse flasim zotëri për këtë çështje kështu përgjithsisht zhvillimet në Amerikë, jemi në prag të zgjedhjeve presidenciale atje. Si po shkon ky proces deri tash? A kanë filluar, si është fryma atje në Amerikë? Në fryma të vërtet me këta që ndodhi pasi Trumpi, unë kam qenë një nga ata që e kam suportuar,
edhe kam dashur me qenë për ditën e herë president, po njerëzit vërtet janë zhgënjur. Sidomos masi morën mandaturën, njerëzit kishin përshëri shumë madhe, kur e shef ekonomia nuk ka filluar me lëviz shumë pak, domethënë kuptish edhe staku ka qenë edhe më poshtë se sa përpara Bidenit, por që njerëzit janë të irrituar, janë më shumë me premtimet që bane për luftën. Ky tha që ditën e parë unë do ta pushoj luftën Rusi-Ukrainë. Nuk është e vërtetë se si duket nuk ka në një dritë jeshile. Unë tha, e kam fitu, tha, mandaturën e parë, tha, s'kam pasi luftë. Me njëherë sa mori pushtetin që mori votën, as nuk pushoj lufta në Ukrainë dhe hapi edhe një zjarr tjetër në Iran. Kjo është e papranueshme se Amerikat nuk ka rol kollaj. Po. Dhe duhet t'ju pyes Zotri Kortoqi për, kështu po them, ndikimin që mund të kenë shqiptarët ndoshta në perceptimin e Amerikës për Ballkanin, për si është e vështirë kështu apo si ndodh kjo çështja për ta portretizuar Kosovën në Amerikë? Amerika duhet me qenë faktor kryesor në zgjidhjen e problemit të Kosovës. Unë nuk e shoh Evropën se ka forcën që ta gjithmonë qeveria kurte në vërtet e ka pa marrë parasysh të meritat që ka, se ne kena zakon qytetar me përcjell vetëm në anë negative. Por si duket pak e ka nashkalu administrata e Thashit Amerikën e ka spostu, si me thonë, por unë e shoh që planimin e Amerikës, pa qenë Amerika faktor vendimtar, as zgjedhja e problemit të Kosovës nuk ka përqenë shpejt. Po. Dhe do të këtoj që duhet ju pyes dashto dhe për fund, para se të ndohemi dhe t'ju liroj, duhet flasë për këtë çështje në zhvillimet e fundit në Kosovë. Sot kemi për herë të 36 mblidhjet kuvendi për të konstituar, po them këtu seanca të një pas njëshme që nuk po kanë zgjidhje dhe duket se nuk po kanë as fund. Si i keni parë ju deri tash? Në vërtetë nuk është as pak normale për një vend që admiron të jetë anëtar i Bashkimit Evropian. Po në gjitha këto seanca mos të konstituohet parlamenti, gjitha këto janë pengesa që do i sillin Kosovës për integrimin në Bashkimin Evropian edhe njohjen përfundimtare. Duket sikur ato njerëz të zgjidhur nuk e kanë atë dëshirën për me konsoliduar një parlament. Por sot qeveria vazhdon me atë mandatin e parë, kuptohet që edhe Evropa, edhe Amerika do shohin ty me një sy tjetër. Pasi ti kur nuk zgjedh problem brenda vendit, atëherë çfarë pretendimesh ke që nesër ose pas nesër kërkosh që Kosova të futet të admiron në Bashkimin Evropian. Po. Evropa, bota, në përgjithësi njerëz të zgjedhur janë njerëzit që përfaqësojnë atë popull edhe populli ka besim derisa e zgjedh. Në Kosovë, në vërtetë në Shqipëri, duket sikur ata njerëz të zgjedhur nuk i përfaqësojnë atë për çka populli ka votuar. Se sikur ta kishin atë dëshirën e mirë, mas gjitha këtyre përpjekjeve që janë bërë qysh me datën 9 shkurt janë bërë zgjedhjet. Po, 9 shkurt, po. Akoma domosdoshmë nuk është konstituuar parlamenti dhe qeveria vazhdon me mandatin e parë. Po, dhe për fund, që po them fare në vend, Zotri Kortoqi, kënë sheti si, po them ashtu, lloj pengese, apo si ai shkaktari, bllokuesi që lidhur me këtë situatë, që nuk po arrin të konstituohet tutje kuvendi?
Aty unë e shoh se gjithë spektri politik. Po. Tash në vërtet unë nuk jetoj në Kosovë, por bazohem me çfarë shoh nëpër lajme nëpër media me bisedime me njerëz është gjithë spektri politik. Se të gjitha palët, kur vjen puna për shihje sheshin skome, duhet me bën një lëshim. Edhe qeveria, partia e Albin Kurtit, nuk është se Kosova ka ngel vetëm në një person që ose tjetë kjo kryetar parlament ose nuk ka rrugë tjetër. Edhe ana tjetër, ana opozitës, duhet me qenë me ardhe në një pikë që më marrë vesh se në fundit e gjithë kjo bëhet për popullin që të ka zgjedhur aty. Nuk bëhet po ka si duket e shohin thjesht për karrikat e veta edhe e lanë, si më thonë, qeverinë me një mandat që ka kaluar pak të 4 muaj. Po, zotëri Doçi, unë falenderoj shumë për këtë lidhje direkt.